çfarë mund të na thuash për sot ku miku me mikun, vllau me vllaun nuk bëjnë bajram dhe nuk flasin mes vete? Kjo është e dhimbshme. Kjo është te shqetësuese, vllau me vllau mos me fol, ose motra me motër mos me fol, ose motra me vllau mos me fol. Kjo është te shqetësuese. Sepse punët tona që i bëjmë gjatë javës, njëherë gjatë javës ngrihen tek Allahu. Qohen tek Zoti në ditën e ejtën mbrëmje. Dhe Allahu i shikon punët edhe i pranon prej të gjithëve, punët e mira fjala, përveç dy personave. Këtë ja u pranon përveç dy personave, atyre që nuk flasin ndërmjet veti, atyre që i kanë shkut lidhet farefisnore. Ti ke punuar të njavën mirë, tu si moderatore, jo sill mirë, me familje mirë po që me vajzën e Axhës nuk e komuniku, i ke shkut lidhet, nuk po komunikon, ose me një besimtare, këtu me një kolege tonë, për arsyet pa justifikueshme. Atëherë çka ndodh, Allah i thot engjëve me lajkeve, endhira hadhejni hatta yastaliha. Dy herë ju thot kështu. Pritni këta dy derisa të pajtohen. Lënja veprat. Paramendo ti studente me qenë. Edhe ke përgatiti provimin, edhe ke marrë 10, mirë po thot profesori, nuk ta qes një indeks, nuk e kalon, pse derisa të pajtohesh me kolegën, me shoqen tonë. Ti meneri shëshku i kështë fol, ose jenë tem diplomës, ose jenë tem masterit, ose jenë duke mbroj doktoraturën, edhe me thonë komisioni, me thonë krejnë rregull është punimi, është punim për lavdat, edhe vlerësot me notën më të lartë, ndoshta edhe propozohet që ky punimi edhe të botohet, edhe si libër që të përfitojnë të rritë edhe të rejat për këtij libri, mirë po këta nuk e bojmë tash. Pse? Se ti nuk po komunikon me një familjar, ti nuk po komunikon me një kolege tonë, s'po flet me një besimtare, kur ti rregullosh raportet, eja, testo edhe një herë. A kish me qenë fatkeqësi, ke përgatitur temën e doktoraturës. Edhe kështu tek Zoti është. Andaj nuk gjej fjalë arsyetimi asnjëherë, pse të paktën një komunikim, që me thonë të thjesht, një përshëndetje mos me pas, me të afërmit. Që tash nuk po mund të gjykoj edhe të them që duhet patjetër gjithë me i dash njëjtë. Te familjarët tu edhe fëmijët e tu, edhe vëllezërit edhe motrat nuk i dën njëjtë. Ai që sillet më mirë, edhe nona edhe baba e ka këtë kriter, këtë standard. Edhe pse nuk lejohet fetarisht me bën dallimin e mes të fëmijëve, apo në mes të vëllezërve dhe motrave nuk lejohet, po këtu lejohet se zemra dikon ta don më shumë e dikon ta don më pak. Se ai fëmijë ose ai vëlla ose ai motër që non-stop sillet mirë, non-stop telefonon apo të viziton apo interesohet apo të ndihmon kur ki kriza apo të viziton kur je i smur, normal që duhet më shumë se sa ai vëlla që sta çel derën kurr, ose ai motër që sta çel derën. Edhe fëmijët, ata që interesohen, të binden, të respektojnë, nuk ta kthejnë fjalën, edhe kur kanë mendime ndryshe, debatojnë qetë, bab, më fal, ky është mendimi yt, ndoshta ky është më i qellur, po ne mendoj kështu. Pastaj baba reflekton. Amo t'injoron, apo ta ngrit zanin, apo nervozohet. Normal nuk ki me dash këtë fëmijë sikur këtë tjetrin që është i bindur ndaj teje, apo që të bindet ty. Kështu që nuk ka arsye tim mos me shku tek njëri tjetrin, bile një prej mesazheve ditës Bajramit është që edhe me ata që i kem raportet e ftohta, pak me i ngrohtash raportet, më bë si shkas, si sebeb, festa e Fitër Bajramit me shkue. Te kush me shkue? Me shku tek ata që nuk na vinë. Kanë me telefonua, ato që s'na telefonon, kujt me ndihmue nëse ka nevojë sot në ditë Bajramit, atij që s'ndihmon ty. Dhe mbajtja e lidhjeve farefisnore e nivelit më të lartë, e që ka probleme më të mëdha është kur i flet atij që s'të flet për i farefisit, kur e viziton ato që ty nuk të viziton nga farefisit, edhe kur i ndihmon atij që ty s'të ndihmon nga farefisit. Këto është kulminacioni i mbajtjes lidhjeve farefisnore. Se ti po më viziton, unë po vizitoj, kjo është e ndërcjellë, si mas reciprociteti. Ama kur ti ke shput, e unë të vizitoj, këto e tregoj atë lidhjen farefisnore që kam nivelin e duhur që e don Zoti. Kur unë ty t'jepet ti s'm jep asnjëherë, këto e tregoj atë mbajtjen e lidhjeve farefisnore. Kur unë të thirr, telefonoj, shkruaj mesazh ti asnjëherë më njëran, veç më lën aty do me thonë fjalët. I ke pa dhe më lën ashtu, këto
tregohet mbajtja e lidhjeve farefisnore. Me islam, sa kohë mund të mbaj hidrim vlla me vlla ose miku me mikun? Nuk do të me mbajt hiç, po nëse ndodh, muslimani, nëse ndodh diçka që i çrregullon raportet, apo që i ftoh raportet, muslimani nuk do të më vidhnua. Sepse muslimanët në raport me hidhrimin me njëri tjetrin janë 3 grupe. Nëse kam ku vetëm të sqaroj. E para, ai që hidhrohet let edhe pajtohet let. E ke po dikush pa keq kuptime si fëmia. Mos e prek çit bakllau, ani s'pe preku. I po 50 vjet sikur fëmia. Edhe tash që po kthejnë aknena. Po ti nuk je 5 vjeçar më apo hidhnohesh shpejt. Pra, dikush hidhrohet shpejt edhe pajtohet shpejt. Nuk ka kjo kategori e njerëzve që i don Zoti. Dikush është vështirë me hidhrua. Nuk mund e hidhron, po nëse e hidhron mos më pajtohesh. Edhe tek ne, tek një pjesë e popullit thonë, a filan është burr. Ai nuk hidhnohet, po kur të hidhnohet ai mos flet. Nuk ka kur far burrë asaj. Dhe kategoria e tretë që i don Zoti janë ata besimtar, musliman që është vështirë me hidhrua. Nuk mund hidhron, po nëse i hidhrohet me ty zemrohet, në momentin e parë ai pajtohet. Këta i don Zoti. Inshallah Zoti na bën për këtyne. Kështu që nuk ka arsye me zgjat. Po në rastet jashtëzakonshme, kur ka ndonjë arsyetim, ka ndodhur diçka, s'po mund tash ti më përmend rastet që mund të ndodhin, atëherë maksimumi deri në 3 ditë. Ka një lloj arsyetimi deri në 3 ditë mos më fol njëri me tjetrin. Në ditën e tretë ti shka fali i pari. Se më i miri për këtyne dyve është ai që i foli i pari. E këtë të na kur shkan ai i foli i pari, ky thotë që po lutet e po kështu e ku ta dione, jo ti për hatër të Zotit. Edhe mi tregu që ti i pavarur. Unë për ty s'kam nevojë fare hiç. Kushdo që ti jesh ti. Ti mësh me qenë edhe presidenti, mësh me qenë edhe kryeministri, mësh me qenë edhe në far, po di që më thonë, në far magnati i biznesit. A ku e di në kush je ti? Unë e madhe. Po ti njeri unë e njeri, pse çka? Ato që ma ka caktuar Zoti ti kurs mundesh me ma marr. Se na këtë mendojmë se këta të pasurit, këta që janë në propozita, këta u kënaqen. Ata me di çfarë kënaqësie e kanë disa të varfën, ose kjo kategoria e të mesmeve, çfarë lumturie, çfarë harmonie, çfarë dashnie kanë me anëtarët e familjes, ata ja u kishin dhënë pushtetin, merr karrikën e presidentit apo të kryeministit, merr parat e mia, merr biznesin tëm veç të kënaqshna. Vallahi me polici me ushtrinë e kishin marrë kënaqësinë. Se njerëzit që më shumë i kanë probleme në këtë popull, këtë vend, janë këta që janë në politikë. Këta gjumi nuk i merr çush duhet. Këta të qetë nuk janë, këta telefon nuk guxojnë me mbyll, se të thirrë ai shefi i partisë natën ditën. Pastaj këta që kanë pasuni shumë të madhe, edhe si në rrugë të Zotit, se me qenë në politikë edhe në rrugë të Zotit, me qenë pasunik edhe në rrugë të Zotit, edhe ata ndjejnë kënaqësi. Mirë po këta që s'janë, shikojti problemet familjare brenda, me gra, me fëmijë. Çfarë ndodh? Dhunë, pastaj divorc, shkonorizime, se tek ne të thjeshtit, tek ne runa zot me orë dhe problemi në familje nuk bëhet shumë mediatike, nuk bëhet e madhe, edhe kryet shpejt, edhe me orë të ndarja, ndahesh, çka ki me ndash aty, merri ti çati gjysmën e piu, gjysmën për marron edhe kryhet kjo. Ama ata do të më ndo milionat, e për ata nuk ndohen, e pastaj zhatin 2-3 vjet në përgjigje, e gruaja kërkon 10-20-30 milion, e djali kaç, e ku ta diun. Kështu që na jemi rahat me këtë që na ka dhënë Allahu i madhruar, edhe jemi mirënjohës, jemi falëndërues ndaj Allahut, andaj mesazhi te lidhjet farefisnore është që patjetër ti mbajmë lidhjet jo vetëm Bajram, po edhe pas Bajramit, qoftë edhe me një telefonat, qoftë edhe me një mesazh. Nuk është patjetër tash me hip ti makinës do ditë me shkuë i ki familjar në Prizren, i ki në Peja, i ki në Llapa, në Drenicë, tash do ditë, nuk më neshte. Po mjafton me telefonat, mjafton me mesazh. E pastaj kur ki mundësi, edhe fizikisht